Të paktën 4 persona u vranë dhe 8 të tjerë u plagosën pasi një person i armatosur drejtoi një automjet në një kish në Michigan, hapi zjarr dhe i vuri flakën ndërtesës, njoftoi policia. Zyrtarët thënë se sulmi në kishën e Jezu Krishtit të shejtorëve të ditëve të mëvonshme në Grand Blanc, një qytet 100 kilometra në veri-perëndim të Detroitit, ndodhi gjatë një shërbese të dielën ku morën pjesë qindra njerëz. I dyshuari i identifikuar si Thomas Jacob Stanford, 40 vjeç, shtetas amerikan, u qellua më vonë për vdekje nga policia në parkingun e kishës. Autoritetet po hetojnë incidentin si një akt dhune, por thonë se motivi mbetet i paqartë. Autoritetet amerikane thanë se qindra njerëz po merrnin pjesë në shërbesën kishtare kur një person i armatosur futi automjetin në ndërtesë. Autori i ngjarjes më pas hapi zjarr me armë, duke qelluar disa herë drejt besimtarëve brenda kishës. Autoritetet policore vlerësuan heroizmin e besimtarëve të kishës, të cilët thanë se kishin mbrojtur fëmijët gjatë incidentit të armatosur. Hetuesit po kryejnë një kontroll në pronën e të dyshuarit dhe po shqyrtojnë të dhënat e telefonit të tij celular, ndërsa punojnë për të përcaktuar shkakun e ngjarjes. Presidenti amerikan Donald Trump tha se ishte informuar për të shtënat dhe konfirmoi se FBI do të udhëheqë hetimin federal. Duke shkruar në Truth Social, ai e përshkroi atë si një tjetër sulm ndaj të krishterëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Guvernatorja e Michiganit, Gretchen Whitmer, dënoi incidentin duke thënë: "Dhuna kudo, veçanërisht në një vend adhurimi, është e papranueshme", duke shtuar se ajo po monitoronte situatën.